Ndër zhvillimet kryesore juftoi të ndiqni kredia për biznesin në urrit të ndjeshëm në muajin prill, mbështetur kryesisht nga financimi për pajisje, kapital qarkulluese dhe pasuri të paluajtshme. Depozita në banka u rritën lehtë në prill, duke arritur në rreth 1.50 trilion lekë, çka tregon një rikthim të kursimeve pas luhatjeve të mëparshme. Mbi 34.000 të punësuar në vend, të cilët kanë bërë aplikim për rimbursim për shpenzimet e fëmijëve në ngarkim, kanë nisur të marrin kompensimin përkatës. Shqiptarët shpenzojnë më pak për sigurime se çdo vend tjetër i rajonit, me vetëm 104 euro në vit për flymë, ndërsa sigurimet zën vetëm 1% të ekonomisë. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Kredia për ekonomin vjoi rritjen edhe në muajin prill, duke arritur në 968.2 miliard lekë. Huaja e re u mbështet kryesisht nga bizneset, ndërsa kredit për banesa shfaqën një ngadalësim të lehtë krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredisë për ekonominë arriti në 968.2 miliard lekë në prill të këtij viti, nga 871.9 miliard lekë në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, krahasuar me muajin mars, kredia për ekonominë u zgjerua me rreth 9.5 miliard lekë, duke konfirmuar vijimin e ritmeve pozitive të huadhënies në vend. Në të njëjtën kohë, huaja e re disbursuar nga sistemi bankar gjatë muajit prill arriti në 39.1 miliard lekë nga 32.9 miliard lekë në të njëjtën muaj të vitit kaluar. Kjo përkthehet në një rritje vjetore prej rreth 18.8%, ndërsa niveli i prillit të këtij viti rezulton më i lartë i regjistruar për këtë muaj në ecurinë e Bankës së Shqipërisë. Zgjerimi i huadhënies është mbështetur kryesisht nga bizneset, tregojnë të dhënat. Kredia e re për korporatat jo financiare private arriti në 25.5 miliard lekë në prill, nga 20.5 miliard lekë në të njëjtin muaj të vitit kaluar, duke shënuar një rritje prej 24.7%. Kjo tregon se kërkesa për financim nga sektori privat vijon të mbetet e fortë, në një kohë kur bizneset po mbështeten më shumë te kredia bankare për zgjerimin e aktiviteteve dhe investimet. Edhe huamarrja e individëve vijoi rritjen gjatë muajit prill, duke arritur në 13.4 miliard lekë nga 12.5 miliard lekë në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, ose rreth 7.6% më shumë në terma vjetor. Ndërkohë, një pjesë e rëndësishme e financimit për individ lidhet me blerjen e banesave. Në prill të këtij viti, kredit e reja për këtë kategori arritën në 6.7 miliard lekë, nga niveli rekord prej 7.03 miliard lekësh në prill të vitit kaluar. Kjo përkthehet në një rënje prej rreth 4.9%, duke treguar një ngadalësim të lehtë huamarrjes për pasuri të paluajtshme pas ritmeve shumë të larta të vitit kaluar. Megjithatë, niveli i prillit të këtij viti mbetet ndër më të lartët historikisht për kreditimin e banesave. Të dhënat tregojnë se kërkesa për financim në tregun imobiliar vijon të mbetet e qëndrueshme, edhe pse me ritme më të moderuar krahasuar me vitin e kaluar, për shkak të masave shtrënguese. Kredia për biznesin u rrit ndjeshëm në muajin prill, mbështetur kryesisht nga financimi për pajisje, kapital qarkulluese dhe pasuri të paluajtshme. Rritjen më të fortë e shënuan pikërisht huat për blerje pajisjesh, të cilat u zgjeruan në më shumë se 2 fish krahasuar me një vit më parë. Kredia e re për biznesin ka shënuar rritje të fortë në muajin prill, mbështetur kryesisht nga financimi për pajisje, kapital qarkullues dhe pasuri të paluajtshme. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, korporatat jo financiare private përfituan 25.5 miliard lekë kredi të re në prill, me një rritje prej 24.7%. Rritja më e fortë është regjistruar te kredit për blerje pajisjesh, të cilat arritën në rreth 4.35 miliard lekë nga 2 miliard lekë një vit më parë. Kjo përkthehet në një zgjerim prej më shumë se 2 fish, duke treguar se një pjesë e bizneseve po orientohen drejt investimeve për zgjerim apo modernizim të aktivitetit. Edhe financimi për kapital qarkullues ka shënuar rritje të ndjeshme. Në prill të vitit aktual, kredit për këtë qëllim arritën në rreth 5.72 miliard lekë nga 4.42 miliard lekë në prill të vitit kaluar, ose rreth 29% më shumë. Ky segment lidhet drejt për drejt me nevojat e përditshme të bizneseve për likuiditet dhe vimësi të aktivitetit. Ndërkohë, kredit për pasuri të paluajtshme arritën në rreth 4.56 miliard lekë nga 4.11 miliard lekë një vit më parë, duke shënuar një rritje prej afërsisht 11%. Kjo tregon se investimet e lidhura me prona dhe asetet afatgjata vijojnë të mbeten një drejtim i rëndësishëm i financimit për bizneset. Pjesën më të madhe të kredisë së re vijojnë ta mbajnë overdraftet, të cilat arritën në rreth 10.9 miliard lekë nga 9.85 miliard lekë në prill të vitit kaluar, me një rritje prej rreth 10.6%. Megjithatë, ritmi i tyre është më i ulët se i kredive për pajisje dhe kapital qarkullues. Në tërësi, të dhënat tregojnë se rritja e kredisë për biznesin në prill nuk është mbështetur vetëm te financimi afatshkurtër, por edhe te segmentet që lidhen me investime dhe zgjerim aktiviteti. Kjo e bën strukturën e huadhënies më pozitive, pasi rritja nuk vjen thjesht nga nevoja për likuiditet, por edhe nga kërkesa për financim zhvillimor.
Depozitat në banka u rritën letë në prill duke arritur në rreth 1.50 trilion lek, çka tregon një rikthim të kursimeve pas luhatjeve të mëparshme. Rritja u mbështet kryesisht nga depozitat në lek, ndërsa kursimet në valutë pësuan një rënje të lehtë. Prilli solli një rritje të lehtë të kursimeve në banka pas luhatjeve të muajve të parë të vitit. Të dhënat tregojnë se shqiptarët kanë shtuar sërish depozitat e tyre, duke mbajtur nivele të larta kursimesh në sistemin bankar. Sipas të dhënave më të fundit nga Banka e Shqipërisë, në fund të muajit prill, totali i depozitave arriti në rreth 1.5 trilion lek. Krahasuar me marsin, kjo përkthehet në një rritje të lehtë me rreth 0.5%. Pra pas kurrjes së muajit mars, shqiptarët duket se kanë rikthyer sërish një pjesë të kursimeve në banka, duke ruajtur nivele të larta depozitash në sistem. Pjesa më e madhe vazhdon të jetë në lek dhe gjatë prillit ka shënuar një rritje. Depozitat në monedën vendase u shtuan me rreth 10 miliard lek gjatë muajit. Rritja vërej sidomos të llogaritësisë që janë ato para që qytetarët i përdorin më shpesh për pagesa dhe shpenzime. Kjo tregon se likuiditeti në ekonomi vijon të mbetet i lartë. Ndërkohë depozitat në valutë si euro apo dollar kanë rënë lehtë me rreth 2 miliard lek, megjithatë nuk ka ndonjë ndryshim të madh në preferencat e qytetarëve. Ata vazhdojnë të mbajnë kursimet në të njëjtën mënyrë si më parë, pa lëvizje të forta nga një monedhë në tjetrën. Nëse shohim kush kursen më shumë, familjet dhe individët mbeten sërish grupi kryesor. Ata mbajnë pjesën më të madhe të depozitave në banka, edhe pse ka disa luhatje të vogla nga një muaj në tjetrin, kursimet e tyre mbeten në nivele të larta. Nga ana tjetër, bizneset po lëvizin më shpesh paratë e tyre, që lidhet me aktivitetin ekonomik dhe pagesat që kryejnë. Në përgjithësi, prilli tregon një rikthim të lehtë të rritjes së depozitave pas dobësimit të mëparshëm. Nuk kemi të bëjmë me një rritje të fortë, por me një stabilizim të situatës. Niveli i depozitave mbetet i lartë, që është një shenjë pozitive për stabilitetin e sistemit bankar dhe për faktin që qytetarët dhe bizneset ende kanë një bazë të qëndrueshme kursimesh. Qytetarët shqiptar kanë paguar rreth 284 milion euro si tatim nga pagat dhe qirat në 4 mujorin e parë të këtij viti. Shifra është më e larta e dekadës edhe me rritje prej 13 milion euro krahasuar me një vit më parë. Tatimi i paguar nga qytetarët shqiptar nga të ardhurat personale që kanë krijuar gjatë këtij viti është rritur ndjeshëm. Në 4 muajt e parë të vitit, arkëtimet nga tatimi mbi të ardhurat personale rezultojnë me një shtesë prej 1.3 miliard lek apo 13 milion euro në raport me 4 mujorin 2025, duke reflektuar ndryshime të dukshme në tregun e punës, nivelin e pagave dhe zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Sipas të dhënave zyrtare, qytetarët shqiptar kanë kontribuar në total rreth 28.4 miliard lek ose afërsisht 284 milion euro në buxhetin e shtetit nga pagat dhe të ardhurat e tjera, përfshir ato nga qirat afatgjata dhe platformat e akomodimit Airbnb dhe Booking. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, të ardhurat nga ky zë janë rritur me rreth 4.6% dhe në raport me planin rezultojnë me tejkalim në 0.7%, ndërsa vetëm gjatë muajit prill arkëtimet arritën rreth 67 milion euro, duke konfirmuar një ecuri pozitive mujore. Nëse do të analizojmë të dhënat një dekadë për të ardhurat e arkëtuara në periudhën janar-prill, vihet re një rritje e vazhdueshme dhe e fortë që ka çuar këtë zë në nivele rekord. Konkretisht të ardhurat janë rritur nga rreth 8.7 miliard lek në janar-prill 2016 në afro 28.4 miliard lek, një zgjerim prej 19.7 miliard lekësh apo 197 milion eurosh, ose 226.4% në një dekadë. Sipas administratës tatimore, kjo rritje lidhet ngushtë me përmirësimin e formalizimit në ekonomi dhe rritjen e deklarimit të ardhurave. Fushatat kundër informalitetit, veçanërisht ato që synuan nën deklarimin e pagave gjatë vitit 2025 dhe në vijim, duket se kanë ndikuar në ndryshimin e sjelljes së bizneseve. Po ashtu vendosja e pagave referencë në sektor me nivel të lartë informaliteti si turizmi, ndërtimi dhe shëndetësia ka sjellë rritje të pagave të deklaruara dhe përrjedhoi edhe të detyrimeve tatimore. Ndikim kanë pasur edhe rritjet e pagave në administratën publike gjatë 2 viteve të fundit, ndjekur nga sektori privat si dhe rritja e pagës minimale në 50.000 lek. Një tjetër faktor që ka kontribuar është zgjerimi i tregut të qirave, sidomos atyre afatshkurtra të lidhura me zhvillimin e turizmit. Shtimi i pronave të listuara në platformat online ka rritur të ardhurat e individëve dhe njëkohësisht edhe nivelin e tatimit të paguar. Në totalin e arkëtimeve nga TAP përfshihen edhe të ardhurat nga interesat bankare. Mbi 34.000 të punësuar në vend të cilët kanë bërë aplikim për rimbursim për shpenzimet e fëmijëve në ngarkim kanë nisur të marrin kompensimin përkatës. Administrata tatimore bën me dije se parat do të kthehen në llogaritë e deklaruara. Administrata tatimore ka nisur procesin e rimbursimit për 34.263 individ që kanë deklaruar 1 ose 2 fëmijë në ngarkim në deklaratën individuale vjetore të ardhurave.
Diva 2025 dhe kanë rezultuar me tatim të mbipaguar. Pagesat do të kalojnë në llogaritë bankare të deklaruara nga individët përfitues. Por kush përfiton rimbursim nga Diva 2025? Individët e punësuar me të ardhura deri në 1.2 milion lek dhe mbi këtë prag do të kenë të drejtë të përfitojnë zbritje tatimore për fëmijët në ngarkim nëse kanë dorëzuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave Diva 2025 dhe kanë aplikuar për rimbursim përmes e-filing. Vlera e këtij kompensimi arrin deri në rreth 6.200 lek për fëmijë, ndërsa të punësuarit me të ardhura nën 1.2 milion lek në vit, të cilët edhe pse nuk e kanë detyrim ligjor, kanë plotësuar vullnetarisht divan, kanë të drejtë që përveç fëmijëve në ngarkim të përfitojnë dhe zbritje tatimore për shpenzimet arsimore. Shpenzimet arsimore që kanë faturë të fiskalizuar është dokumenti vetëm ligjor për njohjen e shpenzimeve. Dokumentet mbështetëse mund të jenë kontratat nga institucionet përkatëse. Individi përfiton zbritje nga baza tatimore për fëmijët në ngarkim në një vlerë totale prej 100.000 lekësh, e cila përkthehet në një vlerë maksimale të kthyer në llogari deri në 13.000 lekë në vit për shpenzimet arsimore. Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Financave, deri në fund të muajit prill në total janë dorëzuar 164.263 deklarata, ose 25% më shumë se në vitin 2025, dhe janë 77.077 përfitues nga skema për fëmijët nën 18 vjeç. 1.4 miliard lekë është shuma totale gjeneruar nga sistemi për rimbursim për individët me tepritje kreditore, ndërsa vetëm 670.2 milion lekë janë kërkuar deri në fund të muajit të kaluar për të tërhequr si rimbursim monetar. Ky mekanizëm është një lehtësi fiskale që vjen për herë të parë përmes deklarimit të Diva 2025, duke krijuar mundësi reale për përfitim nga deklarimi korrekt i të ardhurave në ndihmë të qytetarëve dhe në funksion të një administrate tatimore më efikase dhe më pranë tyre. Sipas raportit të Startup Blink 2026, Shqipëria u rëndit e 75 në botë për ekosistemin e startupeve, duke shënuar një rritje vjetore prej 71.1% dhe një nga përmirësimet më të forta në Evropë. Startup Blink ka publikuar indeksin global me inovacionin për startupet, ku Shqipëria ka shënuar një nga përmirësimet më të forta në Europë. Sipas raportit global të ekosistemit të startupeve për vitin 2026, vendi ynë renditet në vendin e 75 në botë me një rritje vjetore prej 71.1%. Shqipëria është gjitur me 8 vende në renditjen globale, duke regjistruar kërcimin më të madh të barabartë mes vendeve europiane dhe të tretin më të madh në botë. Me këtë performancë, vendi renditet në top 80 globale të ekosistemeve të startupeve, ndërsa shënon rritjen e 4 më të lartë në Europë. Ministra e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, e cilësoi këtë rezultat si një konfirmim të reformave dhe investimeve të ndërmarra në sektorin e inovacionit. Sot Shqipëria është një histori krejt ndryshe nga ajo një viti më parë. Renditja si vendi i katërt me rritjen më të shpejtë në Europë është një konfirmim ndërkombëtar se strategjia jon po funksionon. Investime publike, reforma të thella dhe mbështetje për sipërmarrësit tanë. Ekosistemi shqiptar i inovacionit dhe startupeve po shndërrohet në një motor real të ekonomisë, u shpreh Ibrahimaj. Përmirësimi në renditje vjen pas një sër masash të ndërmarra gjatë 2 viteve të fundit, si krijimi i agjencisë Startup Albania dhe konsolidimi i politikave të inovacionit nën Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Raporti vlerëson se Shqipëria ka ndërmarrë reforma të rëndësishme për përmirësimin e klimës së biznesit, gjithashtu përmes thjeshtimit të procedurave, rishikimit të rregulloreve dhe rritjes së hapjeve ndaj investimeve të huaja. Digitalizimi i proceseve të regjistrimit dhe licencimit ka lehtësuar nisjen e bizneseve të reja, duke krijuar një mjedis më të sigurt dhe më të favorshëm për sipërmarrësit, duke bërë që Shqipëria të renditet e 60-a mes 125 vendeve të analizuara në lista tregues specifik të ekosistemit të startupeve. Në nivel rajonal, vendi pozicionohet i dyti pas Serbisë. Megjithatë, raporti evidenton se qasja në kapital dhe infrastruktura financiare mbeten ndër sfidat kryesore. Kjo kategori mat disponueshmërinë e kredive, aksesin në investime dhe lidhjen me sistemin financiar. Pavarësisht kësaj, treguesit si norma e taksës së korporatave, hapja tregtare dhe mundësia për huamarrje vlerësohen pozitivisht dhe kontribuojnë në performancën e përgjithshme të vendit. Tirana mbetet i vetmi qytet shqiptar i përfshirë në renditjen e Startup Blink. Sipas raportit, zërimi i qendrave të inovacionit dhe startupeve edhe jashtë kryeqytetit konsiderohet prioritet kryesor për fazën e ardhshme të zhvillimit të ekosistemit shqiptar. Shqipëria prezantoi në Bruksel prioritetet e kryesisë së CEFTA 2026 me fokus forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin me tregun unik evropian. Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj theksoi rëndësinë e lehtësimit të tregtisë, reduktimit të pritjeve në kufi dhe avancimit të proceseve digjitale në rajon.
Në një moment kyç për procesin e integrimit europian të Shqipërisë, qeveria shqiptare ka prezantuar prioritetet e saj në krye të CEFTA-s për vitin 2026, duke vendosur fokusin tek lehtësimi i tregtisë rajonale dhe afrimi gradual me tregun unik europian. Nga Brukseli, Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj deklaroi se Shqipëria synon një rajon më të ndërlidhur ekonomikisht, me më pak barriera kufitare dhe më shumë integrim digjital. Gjatë mbledhjes ministrore mbi prioritetet e CEFTA-s 2026, Ibrahimaj theksoi se Shqipëria hyn në këtë mandat në një moment pozitiv për negociatat me Bashkimin Evropian pas konfirmimit të përmbushjes së standardeve të ndërmjetme për klasterin themeloret. Sipas saj, ky zhvillim i hap rrugë avancimit të mëtejshëm të negociatave teknike, përfshirë edhe kapitullin 30, që lidhet me tregtinë ndërkombëtare. Në fokus të kryesisë shqiptare të CEFTA-s do të jenë reduktimi i kohës së pritjes në kufi, avancimi i infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional ndërmjet vendeve të rajonit. Ministra Ibrahimaj gjithashtu vlerësoi edhe rëndësinë e nismave të cilat synojnë të përshpejtojnë qarkullimin e mallrave në pikat kufitare. Një tjetër objektiv i prezantuar ishte harmonizimi i orareve të punës në dogana dhe mundësia e funksionimit 24 orë në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen edhe për njohjen reciproke të nënshkrimeve dhe vulave elektronike, si dhe rezultateve të testimit të produkteve, masa që synojnë të reduktojnë dokumentacionin fizik dhe të rrisin transakcione digjitale në rajon. Në kuadër të integrimit ekonomik rajonal, Ministra Ibrahimaj nënvizoi edhe rëndësinë e njohjes së kualifikimeve profesionale si një mënyrë për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe për të krijuar më shumë mundësi ekonomike për qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Drejtuesit e Qendrës Kombëtare të Biznesit diskutuan në Itali hapat e mëtejshëm për projektin e reformimit të regjistrit tregtar shqiptar. Ky bashkëpunim pritet të kontribuojë në përmirësimin e shërbimeve ndaj biznesit, rritjen e efikasitetit dhe harmonizimin e mëtejshëm të QKB-s me standardet evropiane të digitalizimit dhe transparencës. Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Etugert Lazi, si dhe drejtues të tjerë nga ky institucion dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, zhvilluan një vizitë zyrtare pune në Itali pranë Infokamere, institucioni që administron sistemin italian të regjistrit tregtar dhe shërbimeve digjitale për biznesin. Gjatë workshopit të organizuar në ambientet e Infokamere, përfaqësuesit e QKB dhe ekspertët italian diskutuan mbi implementimin e një sistemi modern të avancuar regjistrimi dhe raportimi të bazuar në standardin ndërkombëtar XBRL, integrimin me sistemet ekzistuese si dhe procesin e emigrimit të dhënave drejt platformës së re. Një fokus i veçantë u kushtua përputhshmërisë së sistemit të ri me direktivat e Bashkimit Evropian, mbrojtjen e të dhënave personale dhe garantimin e transparencës në funksionimin e regjistrit tregtar. Gjithashtu u diskutua ndërlidhja me sistemin BRIS që synon ndërveprueshmërinë e regjistrit shqiptar me regjistrat evropian të biznesit. Delegacioni shqiptar u njeh nga afër me modelin italian të regjistrit plotësisht digjital, përdorimin e identifikimit elektronik dhe nënshkrimit elektronik, si dhe me standardet e sigurisë kibernetike dhe menaxhimit të infrastrukturës teknologjike të Infokamere. Në kuadër të vizitës u zhvillua dhe një tur në data centerin e institucionit italian, ku u prezantuan kapacitetet teknologjike dhe organizimi operacional për garantimin e vazhdimësisë së shërbimeve. Në përfundim të takimit, palët diskutuan hapat e mëtejshëm për projektin e reformimit të regjistrit tregtar shqiptar, përfshirë modelin e qeverisjes, institucionet pjesëmarrëse dhe fazat e implementimit të sistemit të ri. Ky bashkëpunim pritet të kontribuojë drejt për drejt në përmirësimin e shërbimeve ndaj biznesit, rritjen e efikasitetit dhe harmonizimin e mëtejshëm të QKB-s me standardet europiane të digitalizimit dhe transparencës. Në kuadër të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, qeveria ka miratuar 2 vendime, ndërsa zëvendës kryeministri Albana Koçiu deklaroi se synimi është që brenda vitit të mbyllen 10 kapitujt. Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, zëvendës kryeministri Albana Koçiu deklaroi se janë miratuar 2 vendime në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi se aspirata është që të fillojnë brenda vitit diskutimet për 10 kapitujt për mbyllës. Ne jemi duke punuar pikërisht tashmë, presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare, jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të janë kushtet përmbyllëse
dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt, pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Zëvendës kryeministri Koçiu deklaroi se është miratuar udhërrëfyesi për objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm 2030 dhe partneriteti strategjik me agjencitë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agjendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim europian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të Organizatës të Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e Kombeve të Bashkuara për periudhën 2027-2031, gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike, jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët. Ecim më tej, edhe pse tregu i pasurive të paluajtshme në Tiranë vjen të rritet gjatë vitit 2026, disa zona periferike si Astiri, Yz Berishti, Kombinati dhe Lapraka po shfaqin ritëm më të ngadaltë të rritjes së çmimeve. Mbi furnizimi me ndërtime të reja dhe mungesa e infrastrukturës po frenojnë potencialin e këtyre lagjeve. Edhe pse tregu i pasurive të paluajtshme në Tiranë vijon të jetë në rritje të fortë gjatë vitit 2026, jo të gjitha zonat po ecin me të njëjtin ritëm. Aktualisht nuk ka lagje që po përjeton rënje të plotë të çmimeve, pasi tendenca e përgjithshme e tregut mbetet pozitive. Dhe të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë rritje të ndjeshme nga viti në vit në pothuajse të gjitha segmentet e tregut. Megjithatë, disa zona periferike të kryeqytetit po përballen me një fenomen tjetër, frenimi relativ i çmimeve. Kjo do të thotë se ndonse çmimet vazhdojnë të rriten, ato po rriten më shumë ngadalë se sa mesatarja e Tiranës, me diferenca që në disa raste arrin nga 5 deri në 15 pikë përqindjeje. Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, arsyet kryesore lidhen me mbi furnizimin e tregut dhe mungesën e diferencimit urban në disa lagje të kryeqytetit. Zonat në skajet e Astirit dhe Yz Berishtit po përjetojnë një valë të madhe ndërtimesh të reja, ku shumë projekte po zhvillohen njëkohësisht, duke krijuar më shumë ofertë se sa kërkesë reale. Ndërkohë bloqet e kombinatit pranë zonave industriale vijojnë të kenë tërheqje më të kufizuar për blerësit dhe investitorit, kryesisht për shkak të mungesës së elementeve të stilit modern të jetesës, që kërkohet gjithnjë më shumë nga familjet e reja dhe blerësit e huaj. Edhe Lapraka po shihet si një zonë me ritëm më të ngadaltë zhvillimi krahasuar me pjesët e tjera të Tiranës. Distanca nga qendra kryesore, aksesi më i kufizuar në transport dhe mungesa e infrastrukturës moderne po e bëjnë zonën më pa konkurruese përballë alternativave më pranë qendrës. Studimi vlerëson se që këto lagje të kthehen në destinacione më të forta investimi, do të nevojiten investime më të mëdha në infrastrukturë, përmirësimi i aksesit urban dhe një ngadalësimi i ritmit të ndërtimeve të reja. Në të kundërt, hendeku me zonave premium dhe periferive mund të vazhdojë të thellohet edhe gjatë viteve të ardhshme. Shqiptarët shpenzojnë më pak për sigurime se çdo vend tjetër i rajonit, me vetëm 104 euro në vit për frymë, ndërsa sigurimet zën vetëm 1% të ekonomisë. Kultura e ulët e sigurimit lidhet me mungesën e ndërgjegjësimit dhe të ardhurat e pamjaftueshme, megjithse tregu ka shënuar një përmirësim të lehtë krahasuar me vitet e mëparshme. Shqiptarët janë populli që shpenzon më pak për të siguruar jetën, makinën apo pronën në krahasim me të gjithë popujt e tjerë të Evropës qendrore dhe lindore. Të dhënat nga raporti më i fundit i Exprim tregojnë se një shqiptar paguan mesatarisht 104 euro në vit për sigurime. Kosova renditet më lart se Shqipëria me 108 euro shpenzime për sigurime, Maqedonia e Veriut me 161 euro për frymë, Bosnia dhe Hercegovina 174 euro, Mali zjerreth 234 euro, ndërsa për Serbi nuk ka të dhëna.
Prej vitesh me radhëshme, shqiptarët mbeten shumë pak të ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e sigurimit, e përrjedhoj të pambrojtur financiarisht nëse një fatkeqësi ndodh në jetën e tyre. As ngjarje të rënda si tërmeti i vitit 2019 që solli humbje të jetëve të njerëzve dhe dëme të konsiderueshme materiale, nuk sollen reflektim, që nuk kupton se ne jemi një popull që harrojmë shpejt dhe vazhdojmë të shtrim dorën shtetit, të afërmve apo donatorëve të ndryshëm kur përballemi me një fatkeqësi. Ne sigurohemi vetëm kur jemi të detyruar ta bëjmë, siç ndodh me sigurimin e detyrueshëm të automjeteve, ndërsa sigurimet e tjera vullnetare konceptohen më tepër si barë financiare. Ndikim të kjo mund të kenë edhe të ardhurat e pamjaftueshme për shumë familje shqiptare. Megjithatë, pavarësisht se kultura e sigurimit në Shqipëri është më prapambetura në rajon, vendi rezulton të jetë përmirësuar në krahasim me veten nga viti në vit. Kështu nga 92 euro që ishte shpenzimi mesatar një shqiptari në 2024, në 2025 arriti në 104 euro, po përsa i përket shkallës së penetrimit të sigurimeve në ekonomi. Edhe këtu tregu i sigurimeve zë një pjesë shumë të vogël në ekonomi, sigurimet përbëjnë vetëm 1% të ekonomisë shqiptare, më pak se në çdo vend tjetër të rajonit. Kosova renditet sërish më lart me 1.6%, Maqedonia e Veriut thuajse 1.8%, Mali i Zi po ashtu, ndërsa Bosnia dhe Hercegovina me 2.2%. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA ka shpallur hapjen e garës për studim projektim furnizim me ujë i zonave bregdetare, Draleos, Drimadhës dhe Dërmiut, faza e 4. Gjithashtu pritet të ndërtohet edhe sistemi i mbledhjes dhe trajtimit të ujrave të ndotura në zonën e Drimadhës. Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Vlorë ka shpallur hapjen e garës për studim projektim furnizim me ujë zonave bregdetare, Drimadh, Dërmi dhe Palas, faza e 4. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky projekt ka si synim projektimin e sistemit të furnizimit me ujë të pishëm në zonat Palas, Drimadh, Dërmi. Ndërsa fondi limiti i parashikuar për këtë investim është 20.823.000 lekë. Projekti parashikon vazhdimin e linjës së transmetimit, vazhdimi i projekteve të mëparshme faza e 4, si dhe rrjetin e shpërndarjes për zonat përfituese. Faza 4 synon zgjerimin e sistemit drejt zonave strategjike të zhvillimit turistik në Palas, Drimadh dhe Dërmi. Referuar dokumentit, qëllimi kryesor i këtij investimi është të garantojë furnizimin e qëndrueshëm, të sigurt dhe të mjaftueshëm me ujë të pishëm për zonat bregdetare, Drimadh, Dërmi dhe Palas. Kjo nismë synon të përmirësojë infrastrukturën ekzistuese të ujësjellësit duke projektuar një sistem modern, efikas dhe të përshtatshëm me rritjen e popullsisë, rritjen e turizmit dhe nevojave të komuniteteve lokale. Sipas dokumentit, do të realizohet vlerësimi i rrjetet ekzistues shpërndarës dhe i depove aktuale të ujit, ndërsa do të projektohen rrjete të reja shpërndarëse dhe depo të reja të nevojshme për përballimin e kërkesës për gjatë sezonit të verës. Një nga pjesët më të rëndësishme të projektit është vazhdimi i linjës së transmetimit nga dalja e tunelit të Palasës deri në Dërmi. Përveç furnizimit me ujë, Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizimeve Vlorë SHA ka shpallur garën për studim projektimin e sistemit të mbledhjes së ujrave të ndotura në zonën e Drimadhës dhe ndërtimin e impjantit të trajtimit të ujrave të ndotura. Fondi limit për këtë procedurë është 19.477.000 lekë. Ky projekt synon krijimin e një sistemi të integruar kanalizimesh dhe trajtimin modern të ujrave të ndotura për zona turistike të Palasës dhe Drimadhës, të cilat vitet e fundit kanë përjetuar një rritje të ndjeshme të ndërtimeve rezidenciale, hoteleve dhe resorteve turistike. Aktualisht ekzistojnë vetëm rrjete të pjesshme kanalizimesh, të cilat nuk lidhen me një sistem të përbashkët transferimi drejt implanteve të trajtimit. Projekti i ri parashikon ndërtimin e një rrjeti të unifikuar të kanalizimeve, verifikimin e kapaciteteve ekzistuese të stacioneve të pompimit dhe projektimin e një implanti të trajtimit të ujrave të ndotura. Ky investim është i rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit, si dhe për ruajtjen e potencialit turistik të Rivierës Jugore. Mungesa e rrjeteve të mirëfillta shpërndarës, zgjerimi i zonës në mënyrë të menjëhershme në vitet e fundit dhe mungesa e rezervuareve për ruajtjen e ujit i bën këto zona veçanërisht të prekshme ndaj thatësirave dhe ndotjeve sezonale. Prandaj dhe ndërtimi i rrjeteve të tyre shpërndarës dhe i depove të ujit janë pjesë integrale e këtij projekti, theksohet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik.
Matura shtetërore shton presionin mbi nxënësit, të cilët vendosin të ndjekin kurse private gjatë fazës përgatitore, duke shtuar ndjeshëm kostot për familjet. Ekspertët tregojnë se maturantët në jo pak raste kanë boshllëqe të krijuara prej vitesh. Teksa në ndajnë vetëm disa ditë nga nisja e provimeve të maturës shtetërore, nxënësit fillojnë përgatitjet shumë më herët. Një nga praktikat më të zakonshme që ata ndjekin për të pasur rezultatet e synuara janë edhe kurset private për të cilat ka një interes tepër të lartë. Shumë nxënës i drejtohen qendrave të kurseve për rezultat maksimal, e ka të tjerë që synojnë vetëm të kalojnë. Interesi kryesisht është goxha i madh, por varet gjithmonë me sipas objektivave që secili nxënës ka. Kryesisht kurset përgatitore për maturën organizohen për lëndet e shkollës, siç është matematika, gjua apo lëndet me zgjedhje, dhe pastaj janë për gjuhët e huaja, ku futet anglishtja, frëngjishtja dhe gjithë gjuhët e tjera që mund të jenë me zgjedhje. Interesi më i madh kryesisht është ke lëndet e shkencës, matematika, fizika, ku aty hasen dhe vështirësitë më të mëdha, ndërsa dhe tek gjuhët e huaja, kryesisht anglishtja është kryeson gjithmonë listat. Klasë e madhe me një numër të konsideruar nxënësish nuk i ka gjithë nxënësit të një niveli. Dhe detyrohet që secili student të ndjeki kurse apo konsulta private në mënyrë që të arrijë objektivin, pasi dhe objektivat mos janë njësoj. Ka nxënës që vjen sepse thjesht do ta marrë provimin e maturës, pra mos të ngeli në maturë apo të ketë një rezultat specifik, ka dhe nxënës të cilët vinë për objektiva maksimale, pra do shumë më tepër se sa merren në shkollë. Nikola shprehet se shpesh herë maturantët kanë boshllëqe të theksuara në disa lëndë, të cilat kërkojnë t'i sheshojnë gjatë fazës përgatitore. Kanë një mangësi shumë të thelluar, e cila nuk është se vjen vetëm nga pjesa e vitit të maturës apo vitit të gjimnazit, kryesisht kanë mangësi dhe nga pjesa e ciklit nëntëvjeçar, pra janë boshllëqe që mund të jenë të akumuluara gjatë viteve dhe normalisht është pjesa që sa më vonë t'i lesh, aq më e madhe vjen vështirësia. Kryesisht nxënësit e rrethave janë më të sistemuar dhe më kanë disiplinën pak më të madhe, sepse kanë objektivin dhe nevojën shumë më të madhe. Ndërsa për sa i takon pjesës diferencës, po ka diferencë, sepse kryesisht nxënësit e rrethave kanë shumë mangësi në mosdhënien e shumë temave të cilat i mungojnë. Megjithatë, edhe këto kurse kanë kosto të larta për familjet, pasi shpesh nxënësit ndjekin edhe disa kurse paralelisht, ndërsa mësimi mund të bëhet individual ose në grupe në varësi të dëshirës, përgatitjes dhe buxhetit të planifikuar. Greqia ka përballuar tronditjen e luftës në lindjen e mesme me qëndrueshmëri fiskale dhe stabilitet financiar të përmirësuar, thot Fondi Monetar Ndërkombëtar. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto parashikohet në 1.8% në vitin 2026, ndërsa nafa të mesëm në 1.5%. Greqia ka përballuar tronditjet e luftës në lindjen e mesme me qëndrueshmëri fiskale dhe stabilitet financiar të përmirësuar, thot Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke shtuar se reformat për të luftuar evazionin fiskal i kanë dhënë qeverisë hapësirë për masa që mbështesin të ardhurat e familjeve, ndërkohë që ulin me shpejtësi borxhin publik. Shoku i çmimeve të energjisë nga lufta në lindjen e mesme është një pengesë e madhe, por investimet e forta dhe reforma strukturore në kuadër të Next Generation EU po mbështesin rritjen. Reformat e fundit për të zvogëluar evazionin fiskal kanë zgjeruar bazën tatimore dhe zvogëluar ekonominë e hije, duke krijuar një hapësirë për të mbështetur të ardhurat e disponueshme të familjeve dhe siguruar njëkohësisht një ulje të shpejtë të borxhit publik. Programi i vlerësimit të sektorit financiar 2026, i pari që nga viti 2006, konstaton se rreziqet sistemike në sektorin financiar ishin të ulta para luftës dhe mbeten të menaxhueshme. Prodhimi i brendshëm bruto parashikohet të bjerë në 1.8% në vitin 2026, pavarësisht mbështetjes nga investimet më të larta publike dhe masat e mbështetjes së familjeve. Çmimet të larta të energjisë dhe kërkesa e dobët e jashtme për shkak të luftës do të ndikojnë negativisht në konsumin privat dhe turizmin. Në periudhë fatmesme, rritja parashikohet të bjerë në 1.5% në një kontekst të një popullsie në moshë pune në tkurrje, me pjesëmarrje të ulët në fuqinë punëtore dhe rritje të ngadaltë të produktivitetit. Rreziqet janë në kau negativ që rrjedhin kryesisht nga një luftë e zgjatur, një përshkallëzim i tensioneve gjeopolitike dhe fragmentimi tregtar, ndërsa rreziqet e brendshme përfshin
shtim vonesën në zbatimin e projekteve të financuara nga Next Generation EU. Rreziqet në rritje për inflacionin lindin nga rritjet e mëtejshme të çmimeve të lëndëve të para, rritja e pagave që tejkalon rritjen e produktivitetit të punës dhe kostot më të larta që lidhen me tronditjet klimatike. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Këshilli Gjerman i ekspertëve ekonomik uli parashikimin e rritjes ekonomike për vitin 2026. Në raportin e fundit theksohet se lufta në lindjen e mesme dhe rritja e çmimit të energjisë po ushtronin presion të ri mbi ekonominë. Këshilli Gjerman i ekspertëve ekonomik uli parashikimin e rritjes ekonomike për vitin 2026, duke paralajmëruar se lufta në lindjen e mesme, rritja e çmimeve të energjisë dhe proteksionizmi i vazhdueshëm tregtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës po ushtronin presion të ri mbi ekonominë më të madhe të Europës pas viteve të stagnacionit. Këshilli, një panel prej 5 ekonomistësh të emëruar nga presidenti gjerman, tha se tani pret që ekonomia të zgjerohet me vetëm 0.5% këtë vit, 0.4 pikë përqindje më poshtë nga parashikimi më parshëm i lëshuar vjeshtën e kaluar, me rishikimin e nxitur kryesisht nga lufta në lindjen e mesme. Pas një periudhe të zgjatur rritje të dobët që nga viti 2019, ekonomia gjermane po përballet me presion në rritje për të përshtatur si rezultat i zhvillimeve të fundit gjeopolitike, tha Këshilli në perspektivën e tij ekonomike të pranverës. Lufta dhe rritja e ndjeshme e çmimeve të naftës bruto dhe gazit së bashku me politikën tregtare të Shteteve të Bashkuara po peshonin aktivitetin ekonomik dhe po ulin fuqinë blerëse përmes një përkeqësimi të kushteve tregtare të Gjermanisë. Këshilli paralajmëroi se rreziku kryesor negativ për perspektivën ishte se lufta mund të zvarritej më gjatë dhe të shkaktonte përçarje më të rënda ekonomike nga sa supozohet aktualisht. Ekonomia e Gjermanisë e varur shumë nga tregjet globale dhe zinxhirit e qëndrueshëm të furnizimit, por përballet me rreziqe të jashtme në rritje nga krizat energjetike, konfliktet rajonale dhe fërkimet e vazhdueshme tregtare. Shqetësimi ynë më i madh është padyshim zinxhiri i furnizimit. Gjermania, duke qenë një vend i varfër në burime, mbështetet shumë në importet e lëndëve të para, duke përfshirë naftën dhe gazin. Zinxhiri i furnizimit është shqetësor, ekonomia gjermane varet prej tij. Megjithatë, siç kemi mësuar nga situata aktuale, zinxhiret e furnizimit nuk janë të sigurt, tha Gorge Rene Lubinski, partneri i zyrës së Frankfurtit të firmës ligjore Hausen në Gjermani. Sipas raportit të ri të pasurisë globale BCG 2026, numri i njerëzve ultra të pasur në Gjermani po rritet ndjeshëm. Ky grup tani përfshin rreth 5.000 persona, afërsisht 1.100 më shumë se një vit më parë. Sipas raportit të ri të pasurisë globale BCG 2026, numri i njerëzve ultra të pasur në Gjermani po rritet ndjeshëm. Pasuria globale financiare private u rrit me 7.4% në vitin 2025, duke t'i kaluar ndjeshëm inflacionin, i cili mbeti nën 3% në secilën prej zonave kryesore ekonomike. Në Gjermani ajo qëndroi në 2.2%. Faktori kryesor që shkaktoi rritjen e pasurisë ishte performanca e vitit të kaluar në tregjet e aksioneve. Në Gjermani, pasuria totale që nga data e raportimit 31 dhjetor 2025 arriti në rreth 23.3 trilion dollar amerikan. Më shumë se gjysma e kësaj sume mbahet në asete të paluajtshme, kryesisht në prona. BCG referohet njerëzve me asete financiare prej më shumë se 100 milion dollar amerikan si super të pasur ose individ me pasuri ultra të lartë neto. Në Gjermani ky grup tani përfshin rreth 5.000 persona, afërsisht 1.100 më shumë se një vit më parë. Në të gjithë botën ka më pak se 97.000 individ super të pasur, më shumë se 1/3 e të cilave jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Një pjesë e konsiderueshme e pasurisë është përqendruar në këtë grup të vogël. Afërsisht 5.000 super të pasurit përbën 27.3% të gjithë pasurisë financiare në Gjermani. Për krahasim, afërsisht 769.000 milionerët me vlerë dollarësh, njerëz me asete financiare midis 1 dhe 100 milion dollar amerikan, së bashku zotërojnë 25.5% dhe kështu më pak se vetëm super të pasurit. Kundrejt kësaj janë rreth 66 milion njerëz në Gjermani me asete financiare më pak se 250.000 dollar amerikan. Kultura relativisht e dobët e investimeve në aksionë është një arsye pse pasuria neto e Gjermanisë
pritet të rritet më ngadalë gjatë viteve të ardhshme se sa mesatarët e Evropës perëndimore dhe globale. Kësaj shtohen edhe barret strukturore si një ekonomi kryesisht në stagnacion, ndryshime demografike dhe rritja e dobët e produktivitetit. Të dhënat e reja mund të nxisin debatin brenda koalicionet mbi politikën tatimore. Qeveria federale aktualisht po debaton se si të financojë një paketë të madhe reformash. Banka Qendrore Evropiane ka rënditur së fundmi rreziqet për ekonominë e eurozonës. Sipas saj, lufta në Iran edhe tensionet e vazhdueshme tregtare mund të dëmtojnë rritjen ekonomike, të rrisin kostot e huamarrjes dhe të sfidojnë aftësinë e disa shteteve anëtare për të mbështetur buxhetet publike. Lufta me Iranin dhe tensionet e vazhdueshme tregtare mund të dëmtojnë rritjen ekonomike të eurozonës, të rrisin kostot e huamarrjes dhe sfidojnë aftësinë e disa shteteve anëtare për të mbështetur buxhetet publike, nënvizon një raporti Bankës Qendrore Evropiane. Tregjet financiare kanë injoruar kryesisht luftën në Iran, duke i lënë aksionet në vlerësime të larta, kostot e huamarrjes së korporatave të ulta dhe diferencën midis rendimenteve të obligacioneve sovrane në të gjithë bllokun prej 21 vendesh në nivele të ulta, duke rritur frikën se investitorët mund të jenë të vetkënaqur ndaj rreziqeve. Një skenar i një rritje dukshme më të dobët të shoqëruar me një tënditje më të vazhdueshme të energjisë mund të shkaktojë një rivlerësim të qëndrueshmërisë fiskale dhe një rritshmim të menjëhershëm në tregjet e obligacioneve sovrane. Një rivlerësim i tillë mund të rrisë kostot e huamarrjes së korporatave, duke shkaktuar një lak reagimi që mund të rrezikojë stabilitetin financiar dhe të godasë ekonominë reale. Ky rrezik është veçanërisht i mpret sepse qeveria tashmë po financion një listë të gjatë projektesh urgjente, duke kufizuar amortizatorët e tyre fiskal dhe hapësirën për të manovruar. Nevojat e larta të financimit sovran të lidhura ndër të tjera me shpenzimet e mbrojtjes, tranzicionin e gjelbër dhe masat e mundshme fiskale për të mbrojtur familjet dhe firmet nga rritja e çmimeve të energjisë, ka të ngjarë të shtojnë presionet në periudha fatmesme, shtoi BCE. Një tjetër gjë që e përkeqëson këtë çështje është ekspozimi në rritje i fondeve spekulative në tregjet e obligacioneve qeveritare. Ndërsa prania e tyre rrit likuiditetin në kohë normale, fondet spekulative shpesh kanë leftë të lartë, duke i bërë lëvizjet e çmimeve më të ndjeshme ndaj ndryshimeve në mentalitet. Çdo shitje në tregjet e borxhit mund të përkeqësohet edhe nga ndërmjetës financiare jo bankare relativisht të errët, të cilët kanë tendencë të jenë më pak likuid, kanë një ndikim më të madh dhe gëzojnë rregullore më të relaksuar. Ndërmjetës të tillë kanë lidhje të gjera me huadhënës më tradicional dhe mund të infektojnë një sektor bankar për ndryshe të shëndetshëm, argumentoi BCE. Britania, Franca dhe 3 anëtarë të tjerë të NATO-s kanë shprehur kundërshtim ndaj një propozimi që secili shtet anëtar të kontribuojë me 0.25% të produktit të tij brendshëm bruto ndihmën ushtarake për Ukrainën. Analistët vlerësojnë se nëse miratohet plani mund të trefishojë ndihmën ushtarake vjetore të NATO-s për Ukrainën në rreth $143 miliardë. Britania, Franca dhe 3 anëtarë të tjerë të organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO kanë shprehur kundërshtim ndaj një propozimi që secili shtet anëtar të kontribuojë 0.25% të produktit të tij të brendshëm bruto për ndihmën ushtarake për Ukrainën, sipas një raporti nga një media britanike. Plani u prezantua nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Rutte donte ta shtynte propozimin për miratim formal në samitin e ardhshëm të NATO-s në Ankara të Turqisë, por kjo nuk arriti të siguronte konsensus. Shefi i aleancës tha se kontributet për Ukrainën kanë qenë të pabarabarta, duke pohuar se vendet nuk kanë dhënë mjaftueshëm mbështetje të Ukrainës. Sipas raportit, shumica e kritikave brenda NATO-s janë përqendruar në vende të tilla si Franca, Spanja, Italia dhe Kanadaja, të cilat shpesh janë akuzuar se nuk po kontribuojnë mjaftueshëm në Ukrainë. Raporti vuri në dukje se 3 nga këto vende renditen ndër ekonomitë më të mëdha të Evropës, megjithatë niveli i tyre i ndihmës ka mbetur prapa atij të disa aleatëve më të vegjël. Një burim i brendshëm i tha platformës mediatike se të paktën 7 shtete anëtare, të cilat tashmë i kushtojnë më shumë se 0.25% të prodhimit të brendshëm bruto për ndihmë ushtarake për Ukrainën, kishin shprehur mbështetje për propozimin. Duke cituar të dhënat të mbledhura nga Instituti Kiel i Gjermanisë, raporti shtoi se Hollanda, Polonia dhe një numër vendesh nordike dhe baltike janë disa tyre që përmbushin ose tejkalojnë kufirin prej 0.25%. Analistët vlerësojnë se nëse miratohet, plani mund
do të refishojnë ndihmën ushtarake vjetore të NATO-s për Ukrainën në rreth 143 miliard dollar amerikan. Vlerësimi vjen pasi Washingtoni uli ndjeshëm ndihmën e tij, duke zhvendosur më shumë barrën tek aleatët evropian. Rusia ka paralajmëruar vazhdimisht se furnizimi i armëve në Ukrainë do të pengojë zgjedhjen e konfliktit dhe do të tërheqë drejt për drejt vendet e NATO-s në të. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu dhe ritakohemi në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.